e Prishtinës, dy rivalet e vjetër të futbollit kosovar, dy prej skuadrave më të mëdha në vendin tonë. Sinjalizohen Gensnusa, nis dueli. Kombinime të sakta të gjakovarve. Çojmë një rasti shumë i mirë. Jakubu mundohet që bëj presion dhe 1-0. Onside. Ka pozit jashtë loje të ndërruar shikues, mbetet rezultati 0-0. Nga përshojmë këto pamje, duket që ja vertikalizimi dhe topi që shkon tek Kolaj. Gnapi. Krosimi është i mirë, Jakubu 0-1. Shojmë edhe njerë. Shumë pak hapësirë pati. E mirë po, Jakubu. Tentim e kokë ka mundur të ishte shumë rrezik për portierin Kolaj. Golitja me kokë Norik Krasniqit. Do të gjuaj mbi portë, shkon topi para portierit Adi Hyla. Të mundësia për Prishtinën, kjo e pasim në qandër, goditja! Pasim në qandër, super goditje, pytyqet. Po shohim golin e tretë Prishtinës shënon nikim nëse cila skuadër do të kaloj në gjysmë finale. Sa bukur atje u shkëput Ron Raci. Tani mundësia tjetër për kryeqytetasit për 10 minuta 82. Kjo goditje dhe 0-4. 0-4. Elban Shilova në stilin e tij të vjetër, i gatshëm për të përfituar në zonën para portierit kundërshtar. E këto mbyllën ndeshjen Gensnusa.